Situata në ngushticën e Ormuzit po përshkazohet të ndjeshëm ndërsa Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Iranit duke deklaruar se çdo sulm ndaj forcave amerikane do të sillte pasoja shkatërruese për Republikën Islamike. Paralajmërimi vjen në një moment ku Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë operacione të gjëra detare për të shoqëruar dhe nxjerrë në mënyrë të sigurt anije tregtare të bllokuara në këtë korridor jetik për tregtinë globale të naftës. Sipas autoriteteve amerikane, mbi 800 anije dhe rreth 20.000 anëtarë ekipazhi ndodhen ende të bllokuar në zonë, ndërsa dhjetra të tjerë kanë ndryshuar itinerarin për të shmangur rrezikun. Në një intervistë për Fox News, Donald Trump e cilësoi ndërhyrjen e marinës amerikane si një nga operacionet më të mëdha ushtarake detare të realizuara ndonjëherë. Ai gjithashtu tha se Irani po tregon më shumë fleksibilitet në negociatat për uljen e tensioneve, duke theksuar se SBA-ja ka kapacitet ushtarake më të mëdha se Teherani. Nga ana tjetër, Irani ka reaguar duke paralajmëruar se do të godaxhë anija amerikane që i afrohet ngushticës, ndërsa ka mohuar pretendimet e Washingtonit për shkatërimin e anijeve iraniane dhe kapjen e pajisjeve ushtarake si raketa apo drone. Në një zhvillim paralel diplomatik, ministri i jashtëm iranian Abbas Agarici u ka bërë thirrje Emirateve të Bashkuara Arabe të mos mbështesin zgjedhjen ushtarake të krizës dhe të ruajnë neutralitetin në konflikt. Ai ka theksuar se nuk ka zgjedhje ushtarake dhe ka përmendur përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit për të ulur tensionet. Ndërkohë, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë deklaruar se vendi është goditur nga raketa dhe drone iraniane dhe kanë paralajmëruar se do të mbrojnë sovranitetin e tyre pa hezitim. Mediat iraniane ndërkohë kanë raportuar për pretendimet mbi bashkëpunimin ushtarak mes Izraelit dhe Emirateve, duke shtuar dhe më tej kompleksitetin e situatës në rajon. Kriza në ngushticën e Ormuzit mbetet një nga pikat më të nxehta gjeopolitike aktuale dhe pasojat të mundshme për sigurinë ndërkombëtare dhe tregjet globale të energjisë.